Dhash Zoti është liroft Kosova, edhe nëse kur emrin nuk na përmendet. Se protesta jo vetëm që reflekton të përfundimisht shkëputjen nga sistemi arsimor i Serbisë. Ka ndodhur që edhe ka tri herë në ditë jemi taku që ta bëjmë përgatitjen sa më të suksesshme. Që në fillim, kjo monografi është rezultat i punës të krejt këshillit organizativ të protesta. Unë vetëm iniciator kam qenë. Ka kontribuar doktor profesor Flamur Shalja, Feta Byrikbashi, kryetar me materialet që i ka pas dispozicion, profesor Agni Dika, Sheqeria Bertinca, të gjithë kanë kontribu në mënyrën e vetë, dhe qëllimisht nuk kemi vu emër, sepse nuk kemi qenë të interesuar për emër, për me lanë një vepër, një gjurmë historike për brezat e ardhshëm. Prandaj këtë shkruan Mbrojtja e Shkollës Shqipe, protestat në Prishtinë, Këshilli Organizativ, e jo emër. Unë jam vetëm iniciator. Ishte situatë e rëndë, pushtim nga Serbia kudo. Dëbim nga puna i të gjithëve, helmime të nxënësve, vrasje të ushtarëve shqiptar, suprimim të autonomisë, burgosje, rrahje, varfëri, mbyllje e shkollave shqipe. E domosdoshme, natyrisht, organizimi i protestave me moton Mbrojtja e Shkollës Shqipe. Në periudhën kur kriminali Sheshel pa të thonë shqiptarët janë fut në vrimat të miut. Dita e parë e protestave ka qenë pasore, ndërsa dita e dytë ka qenë objektiv që të kthehemi në objektet shkollore tona, qoftë edhe me rezistencë ndaj policisë. Organizimi i protestës nuk ka qenë i vështirë, sepse populli ishte i gatshëm me u përgjigj ftesës së organizatorëve që njiheshin nga strukturat e organizative të asaj kohe. Kemi punuar shumë pa ndalë me moton. Dhash Zoti është liroft Kosova, edhe nëse kur emrin nuk na përmendet. Ish antarët e Këshillit Organizativ të protestës u mblodhen një ditë e u morën me përgatitjen dhe botimin e këtij libri, që në idenë e parë të tij do të kishte protestën e 12 tetorit të vitit 1992. Në krye të kësaj nisme ishte profesor doktor Sadik Krasniqi. Ai që në takimin e parë kishte shpalosur konceptin e tij dhe arsyet e përgatitjes dhe botimin e një libri për protestën. Një libër si ky, i botuar, do të mbjeton të kohëve dhe do të mbete në duart e brezave si një dëshmi se një popull i organizuar di dhe mund të bashkohet me kërkesat qarta për ardhëmërinë e tij në hapësirat e tij dhe në kushtet të rënda historike e politike kombëtare. Se protesta ishte vazhdimi i përpjekjeve në dekada për mbrojtjen e shkollës shqipe, ishte organizuar për të ndalë turrin në represionit sërb mbi mësimdhënësit, nxënësit dhe studentët që duanin me çdo kusht të hynin në shkollat dhe fakultetet e tyre në vendin e tyre. Se protesta jo vetëm që reflekton të përfundimisht shkëputjen nga sistemi arsimor i Serbisë dhe refuzimin politik e institucional ndaj saj, por paralajmëronte edhe fillimin e përgatitjes së rezistencës së plotë ndaj shtetit okupator serb dhe për luftën për pavarësi. Koha e protestës ka qenë e caktuar një orë. Edhe gjysa orës me u protestuar këtu në para fakultetit filologjik. Aty të shpalosën të gjitha kërkesat e popullit edhe të kundërshtohen gjitha ato mizorit e popullit sërb, edhe ato detyre e kanë kryer studentët me shumë sukses, edhe me brohoritje edhe me durtrokitje i kanë kryer. Tash ndërkohë derisa u majtat, kjo ishte pjesa e parë. Pjesa e parë
e gjysmorës tjetër se vendimi ka qenë që mbrana një ore mu realizu kjo protest. Gjatë pjesës parë kam pasur në dy kërcënime nga policia e Jugosllavie. Edhe polici mu ka drejtuar mu që unë të urdhëroj masën që të shpërndahet. Përgjegjja ime ka qenë se ne kemi programin tonë dhe do të veprojmë sipas programit tonë. Edhe të dytën herë pas 4-5 minutash, përsëri mu ka kërcënu me qatë njëjtën gjë që të urdhërojmë që ti të urdhërosh masën që të shpërndahet. Edhe unë të njëjtën përgjigje e kam dhënë. Atëherë pjesa e dytë ka qenë marshimi i gjithë protestuesve përmes qendrës së qytetit Prishtinës. Ato takimet në përgatitjet i kemi bën në selin e partisë fshatare aty. Ka ndodhur që edhe ka 3 herë në ditë jemi taku që ta bëjmë përgatitjen sa më të suksesshme.